ritual, lirimi nga përkatësia, nga bllokimi që kishe në parat dhe historinë që trashëgove, nga vetja jote e vjetër dhe çdo gjë që nuk të lejonte të shkonje përpara. Për këtë ritual të duhen një silolap si zi, një letër A4 e bardhë dhe një baltë ose pjatë. Mund të shkruash një ku ti ke bllokuar veten dhe për të përketur në familje. Të gjitha këto janë nga sistemi përfaqësik transformues 333. Kush është motivi që ti je e përkushtuar si fëmijë tek familja jote, tek paraardhësit e tu? 2. Cila është historia jote që ke dëgjuar gjithë jetën në familjen tënde dhe për paraardhësit që ke trashëguar? 3. Pjesa tënde që të bëhesh e mirë, që të duan të tjerët. Çfarë ke bërë që të duan të tjerët? 4. Ku ke ngecur që ndalon, bllokon atë që do të vijë një partner, një makinë, një shtëpi, një fëmijë, dëshirat e tua. 5. Shkruaj programin që vlera jote duhet të fitohej para se të merr një rezultate të mira ose të fitonje respektin e të tjerëve. Mund të shkruash dhe çfarë tjetër do të lirosh në kjo letër dhe më pas sa ti ke shkruar, shkruaj me kujdes, ke ndezur qiririn dhe lexoj me zë të lartë ato që do të lirosh. Më pas, merre letrën dhe enën e baltës, dil në balkon dhe me qiriun mund të ndezësh letrën dhe ta lërësh të digjet, të bëhet shkrumpe dhe i. Në të njëjtën kohë mund të shikosh tymin që del, është gjithçka që lirohet nga vetja jote dhe nga të gjithë trupat e tu. Më pas, merre irin dhe derdhe në lavaman duke lëshuar çezmën të rrjedhi dhe të largohen gjithçka që të shkojë në tokë. Sot është një ditë e fuqishme për të bërë këtë ritual. Për më tepër rituale, ju mirëpres nesër, data 27 maj 2026, ora 8 orë në Shqipërisë, në platformën Zoom, kërko link falas. Ju dua shumë dhe ju uroj suksese. E bëra dhe unë këtë dhe do ndjeni një lehtësim në shpirtin tuaj. Më mbas, si e ke djegur letrën dhe ke hedhur, mund të shkosh në pasqyrë dhe të shkosh veten pa folur në heshtje për 30 sekonda dhe pastaj kthe kurrizin dhe ndjej që vetja jote e vjetër, versioni jot i vjetër është larguar dhe ti tani je një version i ri që fillon të krijosh ndryshe. Për më tepër ushtrime, mund të komunikoni dhe terapi private tek numri 0030 699 321 4637. Ju dua shumë.